Në sindikat një maj ditën e punës do të shënojnë me protesta, ndërsa tjetra më 30 prill me një konferencë mbi zhvillimin e dialogut social në kontekstin e të drejtave të punëtorëve, ku do të marrin pjesë si punëdhënësit, ashtu edhe përfaqësuesit e qeverisë. Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, e cila është pjesë e Konfederatës së Sindikatave të Lira, i tha televizionit 21 se nuk do të marrin pjesë në protestat e paralajmëruara nga Lidhja e Sindikatave për 1 maj, sepse siç thonë, kjo është një paradë e zakonshme. A zašto velite paradi? Pa parada je to, ne je nešto poseriozno. To je, znate što, protestot treba da ti dojde врз основа на личното уверување, а не врз основа на молбите по социјални мрежи излезете сите, време дојде. Не. Ако работниците не се свесни дека ножот дошол до коска и дека ќе излезат без разлика дали е 1 мај или 30 декември и да направат протест кој што навистина ќе вроди со плод. Sipas Nedelkovit, protesta e LSM-s është një populizëm që vjen nga sindikata, të cilën askush nuk e konsideron partner të barabartë, andaj nuk ka rezultate nga puna e tyre. Кого равноправен партнер? Со социјалниот партнер на сите нивоа, почнувајќи од установа со директорот, на локално ниво, со локалните власти, со општината и конечно со централната власт. Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë në ditën e punës paralajmëroi protestë me kërkesën themelore për pagë minimale prej 500 eurove dhe respektimin e marrëveshjeve kolektive. Nga LSM-i akuzojnë sindikatat e tjera se janë vasal të pushtetit dhe se nuk i mbrojnë të drejtat e punëtorëve. Во моментот сите се против Сојузот на синдикатите на Македонија, вклучително и владата, работодавачите, меѓутоа и другите синдикати, само затоа што бараме зголемување на платите, затоа што бараме зголемување на минималната плата и затоа што бараме достоинствени плати и достоинствени услови за работа. Работниците треба да се охрабрат и да застанат заедно со нас. Никој не може да им се заканува на работниците и никој не може да им се заканува на синдикатите. Sipas Nedelkovit nga SASHK, më të rëndësishme janë rezultatet se organizatori i protestave. Andaj sipas tij, më mirë është që të zhvillohet dhe të avancohet dialogu social me sindikatave punëdhënësve dhe pushtetit në vend, që menjëherë të organizohen protesta. Kjo mas duhet të jetë e fundit dhe të sjellë rezultate konkrete në favor të punëtorëve.